Po kanë qenë unë mik kolonializëm, jo negociata vendosje, kur i shfrynë me ato gomat e unë mikut, më pastaj edhe të Uleksit nëse s'gaboj. Kur bënim e blokanim për shembull këtë ndërtesën e unë mikut. Ja, po shumë edhe fotografin. Po këto kanë qenë, këto e mora qëllimisht, sepse me gjatë unë nuk mund të ikë, pavarësisht që sot kanë kaluar kohë. Në institucion nuk mund të ikë të qenit aktivist i lëvizje vendosjes, sepse ajo është një histori e ime, këtu nuk e di cili aktivitet ka qenë, mi po mundova me gjetë dikun ku kam qenë i arrestuar. Këtu ishtë rririn e jo? Po. Këto që është jeni, pra është një aktivist tipik i lëvizje vendosje. I cili sot është deputet? I cili sot është deputet. Edhe i partisë në pushtet? Edhe i partisë në pushtet. Çka ka ndryshu, Orber, për shembull nga ky pozicion që jeni tash, ndoshta gati rreth 10 vite si deputet, me kohën këtu ku pishohen fotografit? Po këtu, për shembull, ne protestojmë për emblemën e lidhjes e komunës së Prizrenit, heqjes së vitit të komunës së Prizrenit. Po nuk është që ka ndryshuar diçka në thelb, sepse ne jemi pata persona cilët jemi rrit në aksione, protesta, demonstrata në organizimin e tyne. Natyrshëm tu e pas parasysh temën tonë, kauzën tonë cilën ne jemi ndërtu. Pra, nuk them nga rruga ne jemi bo deputet. Unë them nga kauza tona, e cilat ne kemi vendosë këto kauza që të shëndrojmë në protesta, demonstrata në sheshe. Po, momentin kur keni arë në pushtet, sa ka ndryshu pastaj këto kauza? Pra, e pam një fotografi, jo negociata për vetë vendosje, bashkimi me Shqiprin dhe temat të tjera që ndoshta për momente dhe nuk po më kujtohen. Po, shikoni, çdo gjë në jetë është lëvizje, edhe politika pra lëviz, është si ujë. A keni padësha që pushteti është ndryshe se sa kur je në opozit, pra ta shtysh përpara një kauzë, pastaj kur të vjen në pushtet e shet që nuk qenë ka bashkë ashtu si që keni një mënduar? Jo, në mendoj që ti metodat mund të ndryshosh, me po qëllimi mbetit të njëjtë. Kur ne kemi thonë jo negociata vendosje, jo keni pa deklaratat e Kurti, kur thotë unë kur vi nuk bisedoj me Serbinë. Po dhe pastaj? Këtu do të du me mbri. Pra, sot Kurti e drejton dialogu me Serbinë si kryeministri i vendit. Para kësaj mos harroni, për shembull në kohën e opozitës kur ne jemi marrë vesh me kriju Vlanin, edhe pse jemi rreshtu në një bashkë opozitar, ne kemi pranuar që Kurti me marrë dhe me drejtu dialog.